Betohem që do t'i kryej detyrat dhe do t'i ushtroj kompetencat si kryetari i komunës së Mitrovicës. Kur u betova realisht, nuk kam fjalë të mëdha, por kam një premtim të sinqert. Kam ardhur që i armatosur të ofroj përkrahjen që t'i dalë zot qytetit e Mitrovicës. Dhe pa anime e me përgjegjësi dhe sipas ligjit e tyrat, do të ushtoj autorizimet e mia si antar i Kuvendit Komunal të Mitrovicës, në mënyrë që të sigurohen kushte për jetë të qetë për të gjithë. Betohem. Betohem që do t'i kryej detyrat dhe do t'i ushtroj kompetencat si kryetari i komunës së Mitrovicës, me nder, besnikëri, në mënyrë të paanshme, me përgjegjësi dhe në pajtim me ligjin, në mënyrë që t'i siguroj kushte më të mira për jetë të qetë për të gjithë. Betohem. Kur u betova realisht, nuk kam fjalë të mëdha, por kam një premtim të sinqert. Kam ardhur që i armatosur të ofroj përkrahjen që t'i dalë zot qytetit e Mitrovicës. Jam përjet mirënjohës për besimin tuaj që më është dhënë përgjegjësia më e madhe që njeriu mund ta merr nga qyteti i tij. Mitrovica, ky qytet i historisë, krenarisë, rezistencës, vuajtjes, durimit e mosdorëzimit dhe ku çdo kaldrëm është i larë me gjak, këtë vit ka bërë për mua maksimumin e mundshëm, prandaj përgjegjësia për mua është tepër e lartë. Nga sot dera ime është e hapur për secilin pa dallim dhe me e pa protokoll. Do të punoj me ndershmëri, me zemër, me durim e me drejtësi, për me kthy dinjitetin e qytetit e Mitrovicës. S'ju premtoj mrekulli, por ju premtoj punë të ndershme çdo ditë. E nëse bashkë e mbojmë fjalën, ky qytet, që është qyteti më i bukur nën këtë qiell, ka me jetë përpara me nder, qetë, sigurt e me kokën lart. Ashtu si e meriton Mitrovica, sikurse e meritojnë qytetarët e këtij vendi. Na qof për hajër e na prift e mbara e fat për të gjithë.